Biografia e shejtanit po thot emri shejtan i bën iblis. Mik dhe shejtari çdo qenie njerëzore. E qysh miku është kur na bën keq? Kanë me bo mix atë. Ja këtu po shkruaj. Shejtani na? Po këtu po shkruaj. Shejtani, mik dhe shejtari çdo qenie njerëzore. Po, për atë person i cili nuk është në rrugën e Allahut e këshillton shejtani. Po. Se vendi i lindjes. Po. Baboi i shejtanit është i lindur në xhenet. Çish në xhenet shejtani? Po. Çish ashtu? Iblisi është në xhenet i lindur, se në xhenet u krijuar. Po. Po. A ka ekzistuar xheneti në atë kohë? Xheneti ka ekzistuar, po çka që xheneti edhe nëse një person vdes edhe kalon për kësaj dunjas, ai nuk shkon më në xhenet. Po Allah i vorrën e tina bën i bashkë për bashkëve të xhenetit. Xheneti do të fillon edhe xhenemi me punu, a ditë kur do të ringjallemi para Allahut subhanahu teala, do të na maten gjuna dhe sevapet. Kurse, po, falni. Kurse Ademi alayhis salam thuhet se ka lind në xhenet. Edhe Allahi kur i tha, disa thuhet se është kriju në kafin e 7. Disa thuhet se kur Allahu Ademin edhe Haven i dërgoi në xhenet, edhe ju tha, hani dhe pini, po vetëm runu kësaj pemje. Pse? A ka ekzistuar xheneti në atë kohë? Po Allah ja ka bonun një bashkë për bashkëve të xhenetit. Po pse e hëngar Ademi dhe Hava atë pemë? Për atë arsye se shejtani tha unë jam tha këshilltari juaj. Sikur ta hani tha ju tha këtë fryt, tha do të boni me lajke, nuk do të boni thët me lajke, edhe nuk do të vdesni kurrë. Sikur na sot ta dim që një ilaç, kur një është një bare që nuk vdesëm kurrë, kush e di sa pare kishëm për me pague. Pa e ke spropi Allahu subhanahu wa taala. Si mund të atakojmë, po thotë, nuk është e lehtë, duhet të mësoni për të me njëri të veçantë në mënyrë që të atakoni. Gjithashtu duhet të lexoni libra të caktuar për shejtanin, duhet të zotoni të bindeni vetes se jeni të ndëgjueshëm ndaj tij. Duhet të dëgjoni këshillat e mësimit e tij, që mund ta shihni në çfarë do forme atrojtë që dëshironi. Në çdo ku është në gjendje të lëviz, sa që është nevoja për të gjetur njerëz që dëgjojnë e binden. A është e vërtetë që gjendet me emrin Amer duke në formë të njeriut? Po. Amer quhen? Po. Bëllim që këtë gjini Amiri këtë pengon edhe namaz. Amer? Po. Më këta që pas e në emrin Amer? E pas ka orali. Pas ka shku për ufla. Në të ndrojnë. Ha? Në të ndrojnë. Qëla është pia apo ushqimi i gjembe, hoqë? Që kemi folë shumë për ta, po nuk e kemi ditë qka... Po. Edhe pse janë kriju o bura, janë kriju vishmi po kesh njerit a për shka? Allah subhanahu wa ta'ala gjinët i ka kriju e thua se 2000 vjetë për para haste Ademit. Edhe Allahu i dërgojnë tokë. Po pasi gjinët bëshin gjakderdhin tokë, bëshin fesat, bëshin gatrime, bëshin mekate. Allahu e dërgojnë një grup me lajkesh me i largu e gjinët prej tokës edhe i qitën ndeti. Pra, fronti i e gjinëve i shejtanëve është ndeti. Pse? Për atë arsye se bënën me katë në fytyrën e tokës. A keni pa për vllazëm? Bjen shi, toka e pin ujin. E prej një lop ose një dele, pse toka nuk e pin gjakun? E mbyt njerin, e vran njerin, toka se pin gjakun. Gjakut thahet për mi tokë. Pa mor parasysh çka prejnë, edhe më pulin koft. E vërtetë. Gjakut, pse toka se pin gjakun? Gjaki trashet, nuk e pin. Se trashet edhe nuk e pin. Për çfarë arsye? Ujt është i hodh, edhe shkon. Amo gjaki ku të pret, bjen tokë, gjaki trashet. Për çfarë arsye nuk e pin toka? Se thuhet gjaku është mekat. Mekat. E toka nuk e pranon mekatin. A fesatin, mekatin nuk e pranon. E ne lusëm Allah një Rabbil Alamin që Allah me na mbrojton për çdo mekati, për çdo fesati. Tjetra pyetje cila ke? Po që thash për gjinët... Çka hajnë edhe çka pi? Po. Gjinët hajnë, pinë në për ndytësina, në për mbeturina, në për bërlogje. Nëse treguhet një rast, nëse kemi hongër sot mish pule, edhe na ka met një anashta, ka met një pjesë e pules, edhe e kemi gjue në qatë pjesën tashtave të pules, ose qatë pjesën e mbeturinave, gjinët hajnë edhe pinë.
tregohet një rast. Një grue e pas ka pas marrë do ujtë val, edhe pas ka pas gju pe Ballkanit e ka gju, si me thonë, në bashkë. Edhe kër e ka gju ata ujë në bashkë, ata ujtë val, në atë ven, pas ka pas në betorina, të kanë konë gjinët të hongar aty diçka, në betorina. Edhe kjo gruja kër e ka gju ujtë val, një e gjinit ja ka lëndue fëmijët e vetë. Tash kjo e gjini ju ka marrë fëmijës vetë, e ka marrë komën edhe dorën. Kur ka shku të një hoqë për me shërue, fëmijën ka thanën, ule më në gjini, tha, e veti kjo hoqëa, tha, pse tha keni vepru, tha, ja keni marrë komën edhe dorën, tha, fëmijët sajna, tha, po hoqë. Kjo tha, kur e gjujti, tha, ujnë e valë, tha, nuk tha bismillah, se kur theke tha bismillah, që e gjujti ujtë e valë, tha, i shumë largue. Po se për meni thamë në Allah, subhanu ta'ala, tha, heqta, e ma mbyti, tha, familjen. Allah zënë. Nuk ka fjallë me e madhe se fjallëa bismillah. Bismillah kur të hajmë i bukë. Bismillah kur dalim për shpisë. Gjdo vepër që e bojna, gjdo pun që e bojna, me bismillah. Gjdo vepër që e krymi, me fjallën elhamdulillah. E fjallëa bismillah i damton ata. Ushqimi, ma i miri tyne, janë mbeturinat. Sidomos, gjaku administracionave të grave. Me bo, vetëm një pambuk me konë të shpia, komu mu shtëpia e gjinë shejtan. Edhe me të kjo sirri maj forti që bëhet me gjak administracioneve të femnave. A ndohë për shambull, se më faqë për nërpes, më të paracit për shambull si antori familjes në ergjinë? Po. A ka posë roste? Muhamedi asam ka thanë, kush më shef muë, le ta din se më ka po formën originale, se shejtani nuk mundet më paracit formën teme. Kurse në tjerat forma paracitet, formën e personave të vdekur që kanë shku për para, paracitet nëndër, kur të flenë, formën e antarëve të familjes, atëre paracitet si gjarpën, si macë zezë, si qenizi, gjdo formë paracitet. Shumisa për neve theshin, shejtani së mundet më paracit formën e delmes. Pse dhe ishin delme me laqe, jo për vlazën, edhe formën e delmes paracitet, vetëm formën e Muhammedit a.s. nuk ka... A i shojnë kafshë të dhoqë, a i shojnë kafshë të gjendë? Si kur dëmës, gjeli kur këndan, i she e gjinët. Magari kur të bërtet, i she e gjinët. Qeni? Qeni kur të le, i she e gjinët. Gjdo shtazë, i she, vetëm Allah e neve në ka but pa mund shumë në për me i pa. Po ata friksohen për neve. Pse friksohen për neve? Nëse na nuk friksohen për tyne, ata friksohen për neve. Po nëse na friksohen për tyne, ata nuk friksohen për neve.